ata persona të cilët i ke pa gjithmonë me një sy kritik, me një sy ankues, fillon edhe ja merr anët pozitive atij personit. Në këtë jetë jemi të gjithë pagabushëm, por kemi edhe gabime. Unë i them gjithmonë, të pagabushëm qofse mundohemi që gjithmonë që mos ja bëjmë të keqen tjetrit me qëllim. Por jemi edhe të gabushëm sepse jemi njerëz. Dhe Resul, kjo është ideja që në qofse ne fokusohemi të anë pozitive të një personi cilin e kemi afër jetës tonë, sepse është jetë dhe kemi me pas personalitetet të ndryshme në jetën tonë. Ne duhet të jemi të aftë, të i qasimi të gjithë personave për atë se si janë dhe të i pranojmë ashtu se si janë, sepse nuk mund të ndryshojmë. Prandaj, intenca për të ndryshuar, duke u ankuar, kur nuk mundet me të ndryshu situatën. Ne duhet të mësojmë të i përshtatemi personave me cilët jetojmë. Momentin që fillojmë dhe i përshtatemi, i pranojmë ashtu si janë, automatikisht ka me ndru qasja jo ndaj tyre. Faleminderit shumë, Elmira, faleminderit për këtë hyrje. Nuk po ankohemi asnjë. Jo. Është momenti që të shohim një led dhe fotografi të cilat kanë histori të rëndësishme për ty. Po. Cilën po fillojmë? Po e filloj të parën, ashtu i kam rendit, realisht. Jam prindrit e mi, është një fotografi dhe një imazh i cili më ndjek vazhdimisht, çdo ditë, çdo minutë dhe çdo sekond. Realisht është prindi, babai, i cili nuk jeton më dhe nuk është pranë nesh. Dhe unë kam qenë shumë e re, domethënë në moshën 21 vjeçare, kam betë pa njërin prind. Mirë po, edhe pse nuk e kam, vazhdimisht është në të gjitha veprimet e mia, sepse ka qenë njëri ndër personat më të rëndësishëm të jetës time, i cili ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në formimin e karakterit dhe personalitetit që unë jam sot. Gjëja që më shumë ti më bën të ndjehem krenare që ka qenë babai im, është se më ka mësuar në jetë që asnjëherë të mos mësohem të arrij gjërat me lëmosh dhe të bëj të keqen dikujt tjetër dhe të arrij qëllimet e mia. Më ka mësuar të eci me të drejtën dhe gjithmonë në aspekt meritor të marrë të mirën, të kem ndershmërinë dhe mbi të gjitha të mundohem vazhdimisht të kryej një mision në këtë botë që jemi këtu për të bërë vetëm mirë dhe asnjëherë të keqe. Kështu që gjithmonë lutem për të, edhe gjithmonë është pjesë e gjithë rrugtimit tim të jetës time. Një humbje e vështirë sigurisht, një mungesë e madhe. Po shumë, ka qenë një mungesë shumë e madhe sepse edhe mënyra e largimit nga kjo botë nuk ka qenë asnjë mënyrë nuk është e mirë e largimit personave dashur, mirë po ka qenë një rast tragjik, kështu që na ka lënduar 2 herë më shumë, na ka lënë vuajtje 2 herë më shumë, edhe zbrasi shumë më shumë. Kështu që në moshën 21 vjeçare unë kam filluar studimet juridike dhe ngjarja tragjike që e kishim përjetuar si familje mua vazhdimisht më shoqëronte edhe në literaturë.